Në Kodër Shëngjergj, pranë kishës me të njëjtin emër, tashmë ngrihet një kryq 10 metër i lartë, që shihet nga larg dhe që synon të bëhet simboli i kujtesës, besimit dhe shpresës. Kryqi është vendosur pranë kishës me miratimin e arqipeshvis, ndërsa bekimi i tij u bë nga arqipeshvi i Shkodër Pultim Zot Giovanni Peragjine. Pikrisht nëpërmjet kryqit të Jezusi na ka shpëtuar, na ka sjell, na ka dhuruar jetën e re nëpërmjet ringjalljes së tij. Por ne e vendosim e bekojmë një kryq në këtë vend, edhe për të kujtuar gjitha vuajtje që këtë popull, këtë vend e ka pasur, e ka mbajtur, e ka përjetuar. Atëherë kryqi që bekojmë sot të tregon që vdekja nuk ka fjalë e fundit, që vuajtje nuk është kot, çdo vuajtje për ne të krishterë ka një shpërblim, ka një kuptim. Nëpërmjet vuajtjes ne mund të arrijmë edhe në ringjalljen, do të thënë në gëzim. E ky është momenti në gëzimit që po përjetojmë sot, duke përkujtuar përsekutimet të vuajtjet që të tjerët kanë përjetuar. Pas këtij investimi qëndron Arben Kodra për 26 vitesh emigrant në Firenze, por që lidhjen me vendlindjen nuk e ka shkëputur kurrë. Pikërisht kjo Kodër mbart një nga historitë më të dhimbshme të zonës. Mes viteve 1946-1950, dhjetra burra e gra kundërshtar të regjimit diktatorial u vranë në këtë vend. Sipas kujtimeve të banorëve, trupat e tyre u hollën në ujërat e porrojit aty pranë. Në këtë vend u lartësua fryma e Zotit deri në kupën e qiellit, dhe si për çuditje antipod saj, fatkeqësisht historia i solli edhe në copë holokaustit mërshëm. Gjitha galaktikat e ngjarjeve në peshgnin e Kodër Shëngjergjit mund se të sintetizohen e të përmbledhen në dy vargje, vajtuese dhe nevajtore të dikurshme. Që thot, kur ra dielli në Kodër Shëngjergjit, u la me gjak kisha o peshgit. Nuk është dita sot për analizë më të ishme, për kohët e vështira kur harrohen, kanë tendencën edhe më përsërit. Sipas disa danëve, kjo kishë ka datuar që në fillimet e shekullit 17, me dëshmire shtarimi e përdorimi në vitin 1962 dhe sinodit e viteve 1679-1682. I peshgri i funit ka kanë Patër Bernardin Shtaku. U falënderoj tonëve, e paçi vasin e bardhë. U shkade këtu paçi ndritë dielli, shkov për shpirtit të ne. Pozicioni i tij panoramik e bën të dukshëm nga Qafthorja, Gimaj, Nica, Vuksana, Breglumi dhe zona të tjera, por përtej simbolikës, ky vend tregon edhe historinë e një fshati që po shuhet. Dikur këtu jetonin rreth 130 banor në 17 shtëpi. Sot fshati është pothuajse i braktisur dhe vetëm në periudha të caktuara të vitit rikthehen banor sezonal. Kena ka një lagje këtu afër diktaturës. Edhe kena pasur 2-3 shtëpi për shalet këtu si kur janë shit të sistemi. Për vetë lëvizjen e popullsisë, ky vend ka filluar duke u varfënu, duke u degradu, por këto janë shembuj që na kthejnë shpresë, optimizëm prap dhe na kthejnë tek historia, tek vlerat tona të besimit. Shpresa është së bashku me restaurimin e kishës, Kodër Shëngjergji të shndërrohet në një vend pelegrinazhi, duke i dhënë jetë një territori që rrezikon të mbetet vetëm një kujtim. Në këtë zonë traditat fetare dhe kulturore vijojnë të mbahen gjallë. Dy festat tradicionale janë ajo e natës së Shëngjergjit me 23 prill, si dhe shurku i shoshit me 13 korrik. Kryqëri tashmë është bërë pjesë e panoramës së zonës së shoshit, por mbi të gjitha ai ka një mesazh që historia të mos harrohet, vendlindja të mos braktiset dhe kujtesa atyre që humbën jetën të mbetet e gjallë ndër breza.